Sot në bibliotekën e qytetit Hivzi Sulejmani në Prishtinë u promovua kompleti me 5 vepra të autorit, publicistit dhe intelektualit të njohur Gjemail Mustafa, një figurë që la gjurmë të thella në jetën kulturore dhe publike të Kosovës. Botimi i realizuar nga Pen Qendra e Kosovës përmbledh veprat Një lutje për Prishtinën, Mrekullia e shkrimit, Metafora e absurdit, Triumfi i mendjes dhe Iluzionet e politikës, që shpalosin mendimin e mpredh dhe universin kritik të Mustafës. Publikimi i këtij kompleti u mundsua fal përkushtimit të mikut të tij të afërt, shkrimtarit e profesorit të sociologjisë Ibrahim Berisha, i cili prej vitesh ka ruajtur me kujdes dorëshkrimin dhe trashëgiminë e tij. Ka qenë punë sfiduese e vështirë për një arsye sepse është dashur me hulumtuar që nga viti 1977-78 kur fillon veprimtaria e tij. Një shpletim i ngadalshëm i gazetës parë Rilindja, pastaj revistave, publikimeve dhe zgjedhja natyrisht e shkrimeve të cilat ka menduar se përfaqësojnë vlera më të veçanta të Gjemës, sepse ka qenë e pamundur me përfshi gjithë veprimtarinë e shkrimeve apo shkrimeve të Gjemës. Gjatë këtij punës kompletit e kam pas një ndjesi shumë të veçantë edhe një përgjithësi që se ka pas kur një jetë. Për arsye se na kemi qenë me shumë ngushtë edhe natyrisht që kam menduar që duhet të jetë në këtë vëllim, në këto vëllime, në këtë komplet Gjema që ka qenë real edhe në jetë edhe në shkrime. Është shumë e rëndësishme thash se temat edhe trajtimi i temave janë sikur të ishin shkruar sot, sepse thuja shumë çka nga ajo periudhë të shqiptarët po përsëritet, edhe në kontekst kulturor, edhe politik, edhe social. E praneshme në këtë promovim ishte edhe vajza e tij, Berjan Mustafa, e cila për shumë të praneshëm përfaqësoi vazhdimsinë e kujtesës për të. Kemi qenë bisedime edhe më herët me Ibrahim Berishën, na ka treguar për idenë e projektit të tij. Natyrisht si çdo fëmijë ndihesh jo vetëm mirë, po mburrësh për babën, cilën e ke pas. Edhe është një emocion, është një ndjenjë shumë e mirë për jo për ty vetëm si familje, por edhe për kapitalin publicistik, letrar dhe politik, cilën e ka lënë trashëgim një baba për shoqërinë në Kosovë. Në këtë ngjarje u mblodhën shkrimtar, publicist, kolegë dhe miq, të cilët jo vetëm e kujtuan Mustafën, por edhe e sollën figurën e tij pranë, përmes kujtimeve, vlerësimeve dhe reflektimeve mbi ndikimin që pati ai në gazetari, letërsi dhe politikën kosovare nga vitet 70 e deri në vitin 2000. Promovimi i sotëm i kompletit veprave të Gjemail Mustafas paraqet një ngjarje të veçantë, jo vetëm kulturore, por edhe për vetëpërmbajtjen e tyre, e cila ofron natyrë shumë një mundësi të pazarëndësueshme për të njohur në thellësi figurën e tij prej letrare, prej kritikut shurur, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme jo vetëm në këto rrafshe, por paralelisht vetëm në kontributin e tij të rëndësishëm në rrjedhët për të rëndësishme politike në Kosovë dhe për Kosovën. Gjemail Mustafa në njoha herët, isha në vitin e 4 të gjimnazit e ai në vitin e parë. Ashtu siç ishte gjithë jetën, i urtë, i qetë, i mençur, i shkëlqyrshëm. Në nëntor u shënua 25 vjetori i vrasjes së tij, një moment që riktheu figurën e Gjemail Mustafës në qendër të vëmendjes së jetës kulturore. Vrasja e tij në Prishtinën e përsaçliruar vazhdon të mbetet e pasqaruar, duke lënë një plagë të hapur në kujtesën publike.